Zgjedhja të duhet të shteti kush ndoshta nga një grup kemi edhe shoqat. Nismarës. Dhe mas vërtetu mas vjedhjes kemi një projekt që do të kalosim në buxhetin e teritorit, besoj se s'do na pjasin shumë. Ne do të marrim atë që ne kemi shaft në mund të japim. Kështu që vjedhja e zgjedhjes hapur. Kush është do bëhet me një edicion? Ne kanë provu të këtë. Në edic, 9 vota pro, asë një abstimit. Atëherë duke i falendru, desha duke i falendru shqiptarët, të vlerën e kaluar që në miratu njëmën ekonomike, që nuk e vunas njëmën interesin e vashmire për lesh, nuk e vunë para njës ekonomikë ose njëmën etik të bashkisku, të lëndërë, kushe, në të. Atëherë, miratimi procesualit të mbledhjes të datës 22/01/2025. Kush është të këtë? Desk, mbledhja e kaluar, klima ekonomike. 9 vota pro. Noi? Në falë. 9 vota pro, miratohet, asë në punë, asë në pësinë. Atëherë pika 2 në ditë, projekt vendimi për miratimin e vënies ekonomike të kufizuar deri në masën 6% të fondit total të nisjes ekonomike për muajin janar 2025. Kush është dakord? 9 vota pro, asnjë abstenime ose kundër. Miratohet. Pika 3 në ditë, projekt vendim për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe buxheti vjetor për vitin 2026. Kjo ka thënë që vlerën e kaluar. Atëherë, kush ka ndaj pyetje? E hedhim votim? Projekt vendimi, me gjanë. 9 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Pika 4 në ditë. Projekt vendimi për miratimin e nivelit të pagave të administratës së bashkisë publike, njësive administrative, institucioneve të vartësisë dhe funksioneve të deleguara për vitin 2025. Ne, që është e vërteta, me sa ne kena pas miratuar të, me sa diun janë sa lekë në fjalë shtesë të pagave apo jo, që është ka punë, të pagave të deleguara, të fondit deleguara. Apo jo? Një shtesë, ajo, të deleguara. Pra, a mund? Po. Është drejtoreshës financave përgjegjësës për arsye familjare. Këtu është pika për një shtesë në VKB numër 64 datës 7/12/2024 për miratimin e buxhetit vitit 2025. Është tjetër, në fakt, se s'ka pra struktura. Tani janë niveli i pagave, është niveli i pagave. S'ka si pa. Po buxheti janë tani tjetër. Kushuna për atë, na flasim nuk është solit na flasim kjo. Ka problema ku? Dakor, atëherë Buxheti pagatën, kjo është Ne ndërtimi. pago e rresa paga, nuk është solit si problem. është pika 7, shikoje. Është 7 për cilën profilete, ja, është për një shek të një buxhet të parë. Sa e ne i pika paga. Një niveli i paga ka solit. Ata kanë rrotë për të marrë. Unë kam këtë pikën që është në rëndite, në fakt, pika 7. Që është një shtet, një pikë shtesë të gjithet. Ja diskutuar. Atëherë, edhe votim? Po.
diskutu për vitin 2024. Se kjo është niveli pagës që më dhe për vitin 2025. Ose s'ka ndryshim nga e 2024. S'ka ndryshim, dhe më zhvillë jo. Atje resa dje sukulle, vazhdojmë pikën 5. Po. Apo ka dhe sukulle vetë. Jo, 2 orë. Atje pika 5 e rendim. Justifikimin e vendimit të Këshillit Bashkiator, numër 55, në datën 3 dhe miratimin e planit të mbashkimit të pyetjeve të notave të ekonomisë kryore, konsiqe, Ministria Soret, të Bashkisë Puk. Atëherë, është i njëjti që ka qenë bravo në kanë. Thjesht kanë kërku fizikisht arsyeja pse na kanë thënë? e kanë kërku fizikisht. E kanë kërku fizikisht. Okej. Atëherë, këtë pjesë Si e? kanë kërku fizikisht. Nuk e kanë kërku fizikisht sepse miratimin përfundimtar e merr Ministria. Këshilli dhe prefekti janë pjesë e rrugtimit planit. Miratimin e merr Ministri i Mjedisit dhe Turizmit. Projekti janë realizuar me forcat bashkisë apo me Gjithë plani menaxhimit e kanë thënë parlamentare është marrë nëpërmjet bashkisë, pa financat të shtetit, vetëm me pagat që kena pas. Po pse nisi tjerë nuk kanë dhe a do kur do merret parasysh se pa plani për nisi tjerë? Na kena 4 muaj ekonomi dhe nuk kena mundësi për t'i bën. Na kena bën ta me sforcim që ta kena një ekonomi të paktën për investime, për paraqisit ministri dhe ku do të shkojmë, kemi një plan aktiv. Sa do një florë të pushim? Një ekonomi. Vetëm një ekonomi. Po që të thotë se ka nuk e përfshin asnjë iniciative luftësore në total. Gjysmë. Vetëm gjysmë. Po, ka edhe deri ku deri si për detajin. Ka një tjetër vogël territoriale, dhe gjysmën e njësisë së rreth. Sa është punësia që realizojnë dhe për njësitë që njësinë hapë, njësinë zezë? Një plan Kja është një domosdoshmëri. Një plan një plan menaxhimi kushton minimalisht për një ekonomi 30.000 euro. Një ekonomi mund të kushtojnë 30.000 euro. Minimalisht. A si ka kapacitet bashkia? Jo. Po pse pas e ka kapacitetet për njësi dhe si pas e njësi? Jena dëllë për te i kompetencë, duhet me lanë punë, si kena punë të përgjishur, për më marrë plan menaxhimi. Kërkon 12 muaj kohë për më marrë një plan menaxhimi, me liqë, është 12 punë. Janë 6 muaj të rrë dhe 6 muaj punë zyre. Do shkohet çdo parcel, merren minimalisht një sipërfaqe rrogë, e cila do marrësh diametrin, do marrësh kartësin, do marrësh shkritin vetore, do marrësh moshën, do kesh pajisje që janë GPS, do kesh automjet të shkosh një terren, do kesh topograf, gjitha këto do kesh një sistem bujësie, pra na kena hartu me shumë vështirësi. Mund sa plani janë bën total. Deri tash. Ka qenë bën një plan të parë, nuk është nga tu. I lumzir. Ka kalu ministri, edhe kjo është një dytë. Nuk ka vërru? Jo. Kanë këthy për korrigjime, anë teknike, harta, nuk ka pasës harta. Harta së për kanë kërpunë në ministri. Ashtë hartu pra 2 vjeç. Nëse s'kemi një plan menaxhimi me Një sqarim sepse është normale me disiplinë, na duhet plani menaxhimi. Plani menaxhimit është dokumenti kryesor për me apru fonde në bashkinë e punës për sektorin e tyre. Pa një plan menaxhimi, që ne ka bërë problem shumë fillimet e punës në bashki, pa një plan menaxhimit pyjeve, plan mashtrimit pyjeve, nuk ka investime. Unë ja kam kërkuar edhe këtë ministrit edhe ne kjo kërkon fonde. Fondet edhe specialista. Mos ta marrim thjesht vetëm se zyra. Zyra ne me i tërgu aty në që ne po bëjmë diçka jashtë mundësive, kemi fut ekonominë pyjore se u morën me rradha. Ekonomia pyjore, mësime, quhet se merr
emërtimin e POL, deri këtu në peshme, edhe ne i tregojmë që ne kena bërë një hap. Tash ne kërkojmë mbështetje edhe për fonde, sepse si rregull, ai bashkia PUK, bashkia fusharëse më radhë, çdo bashki, nuk kenë staf profesionist, me helm tender atë, me dhonë lek ose me bo vetë ministria, ja këna kërku në. Sepse ne përfitojmë fonde, ne na duhet, çdo lloj plani na duhet. Si që kanë të punu për planin social, për planin e emergjencave, për projekte të ndryshme, që edhe ata kërkojnë, nuk janë projekte këta që na i vjen dorë, projekte të banë në studio, me rregulla, që konkurrojnë knajësisht. Edhe me përfitu, jemë në thamë s'ke bo projektin. Pra, dhe kjo është një hap pozitiv, nëse do ta miratoj ministria, sepse do kaloj në prefektur, sa për si rregull në prefektur kalon thjesht. Është pjesë e rrugimit. Unë nuk kisha bashkëngjatim. ka kërku se janë një faqe aty që janë atë, i pas ka kërku atje me i shu fizikisht, e ato kanë këti marrë vetëm për një diçka kretë anormale. Ne e kena bo problem, kena dhe venime tjera që ne në prefekturën kena shku deri në gjyq për i venim. Pra do të thosh që ato juristat e prefekturës nuk ka qenë dakord për disa gjëra që ne kena menu dhe menojmë prapë gjyqi do t'i vërtetoje se ne jena dakord me ato çfarë venime kena marrë. Kështu që edhe plani menaxhimit për kjo, për këtë pjesë është punu. Ne kena falëruar edhe herë tjetër se kanë punu mirë, për 6 muaj kanë përfundu një pjesë. Zemër sa me hapë se bërë, kisha dhe përmonin fonde për me bëhet të lërinje, për me bëhet planë e menaxhimit për këtë komplet bashkëpunës. Për sërë dhe zaplanet e menaxhimit për tjime në nënkatës të tendrës, duhet kompani specializuar, nuk i bënë çdo kush. Kanë licencë posaçme inxhinierë dhe stafë që punojnë për atje. Dakor se Gjë që nuk i kena na. Dakor se janë pjesë Janë pjesë teknike. Janë si planet dhe lorë. Gjithë Shqipërinë dhe të bashki kanë hartu kanën e stafin e vetë. Gjithë Shqipërinë janë Puka nuk krahasohet me bashkinë Lek. Puka krahasohet me bashkinë Shkodrës. Vetë efekti pyjor që ne kemi, edhe ekonominë pyjor që ne kemi, normalisht ne kemi kapacitet shumë më të madhe. Ndërkohë na duhen 2 vjet me bëni plan menaxhimi për vetëm gjysmën e një njësie, sa vjet do na duhen edhe po për këtë bashki. Po si bëjmë? Ne do na duhen 15 vjet. Atëherë, nëse Se kena dyrim me i bëna. Okej, se sa dyrim sa po the, se s'u morëm si fond. Mashtimi në hyrë, sa po the se ti s'u morësh as bota. Nëse ne se kena dyrim nizur. Aty kena pas një Nëse nisë ne morëm fondin në këtë fushë, okej, një nisë mazniku që unë ja kam bërë problem shumë fillim. Okej, drejt, po sa të ndrojnë disa zona se s'na shkuj. Do të përsërisë. Mjatim në projektit kam thonë pse ne do blejmë padron për pak. Ne do blejmë padron për shërbimin publik përsëri, ndërkohë që ne kena bërë ndër 7 vitet e fundit janë 5 padron. Dhe sot që keni astë. Kjo shumë lekë, e kena bërë për i padron. Mund ta po vjen shtata, se okej, ne u morëm nesër, se kam bërë, e kam bërë programin. Vjen shtata, vjen bora, vjen shtata. Dhe në menaxhimin e orë kemi një problem. Kështu që unë nëse ja goshin shtonë nga goshin 7 padroma nga menaxhimi. Fal vetëm të disha, se mos Në ta vëmë të Jo, s'është për kështu, është për Prit, ja ta vëmë se po nuk jam ndar. Fondi që është për blerje e padrome me emergjencat, me zjarrtise, nuk mund ta kalojmë me po kushëndon. Është janë kushëndon. destinacion ata. Po kushëndon. To janë me zjarrtise. Kushëndon. Janë me kod deshon ata. Po do po them atë sekretariat. Po them për punë. Kan një do. Zjarrtise nga çfarë ka bërë? Nuk po them për punë sekretariat, zoti Bernard. Zjarrtise. Shumë mirë gravo. Sepse unë zjarrtise do ta marr me 7 milionë vjetra. Na re me 7 milion. Se po harxhim nga
60-100, sa të në janë me në këtë në bërë një padron, që do t'jetë thëmë parametra shumë cilësore, sepse ashtu o kena kërku, ashtu o kena menajë të rejko, edhe në duhet, i duhet edhe zjartiseve. Se dikun ku ka me kalu zjartisja, një rrugë keqe, padron pa pasër, ne këna kërku dhe shumë gjana tjere për zjartisje. Por, ne të mënonë në aty këtë mundë, një marë sa me shkim sa më tutë. Sepse na kena marrë me 6.000 euro, jo më të më dhe herë tira, komplete për zjartisën, që kushtojnë 100 euro për 20 antizjartë, për 20 punojësit. Pra do thotë që ne do t'i menagjojmë atë këtë pakë si janë aty ku duhet. Këtë nuk kena tu, nuk kena sotë fondet. Përveç se na me lëndë shërbimet, pasi na rrugë që gjanat doka, edhe me thëtë do bëjmë planin menagjimit. Këtë Ministria ne i na futë pak. Sa për informacion, ne i na përfshim si bashki, në bashki, në vëmendje, që do të bëjmë, do të hadem planin menagjimit të tyre. Edhe planin menagjimit të tyre nuk e bën dot as një bashki i vetë. Do të bëhet me studio, me kompani serioze, që edhe me faktë, me sa. Ashtë por kurse. Më në vështira se punë, më vështira se punë Kjo sa për informacion më kurse. Kjo është për hyshë që Unë e du më shumë se tjate. Unë me ne të herë. Ma shumë se kush dojët. Bana mos e përse të Unë me ne të herë. Unë herë kam pasit të modë të jarë një projekt. Kujta. Atëherë unë me ne të herë në zërëtrim që sa është për hyshë që na kalu dhe herë tjetër nuk kena se dhe shumë mirë që është po dhe urej gjenë mundësime edhe fundë të zbanë dhe tjera. Nuk e miradojmë atë e që i fina të punu. Kësë me fonde mërë. Nuk e gjenë. Me mundësi. Puna që ka po zyra. Pikrish pro, me gjenë mundësi që për tjetër. Unë një video kom kërku dhe mu sforcu me gjithë një mundësi me Në gjenë disa tjetër. Do të shpërra gatim. Gjenë mundësia të bajnë edhe drejtore tjera. Po. Ta to. Do të shpërra gatim. Që unë me të herë budim. Për është që t'jem ashtë kjo, se kena miratit dhe herë tjetër. Ta. Po e vëdohë, në kërëtore. Nën vota pro. Asi punas. Adhe, pika 4 e rejnë të ditës. Ne lexuam, por nuk e patëm drejtore këtu. Fjala për ju zoni të gjarë. Ashtë të të funksionet të leguara. Po, përshëndetje. Ne kemi në projekt gënimi për miratimin e nivelit të pagave. Në fakt, në tërësinë e vet, ky është një projekt gënim. Më saktë është një ndryshim i voskët, për shkak se kategoria përfituese është një numër rreth 30 i punonjësve që përfitojnë nga ky projekt gënim. Po, për shkak sepse gjithë pjesa tjetër e punonjësve kanë përfituar në kohë, duke filluar me punonjësit arsimor që keni me venim posaçëm, me zjarr fiksi dhe me administratën, të cilët e kanë kaluar nivelin e pagave në momentin tonë. Kjo kategori, kush e ka? po, t'ju shpjegoj. Një pjesë për tyre janë punonjësit e shërbimit të sektorit arsimor, roje dhe sanitar në funksione të deleguara dhe në masën 40.000 lekë të vjetra. Pra, në projekt gënim është parashikuria pagave në masën me 40.000 lekë për punonjësit e shërbimit të arsimit, rojet e shkollave, punonjësit e shërbimeve të konvitit dhe të kopshteve, sanitarët e shkollave, Si? Jo, përfitojnë dhe i 20.000 lekë më tepër. Të vjetra. 24.000. Ja 24.000 për to. Tek tabela, po. Pra, unë e dhash fjallën. Pjesa financiare e thojmë financa. Okej, unë zë. Rritjen e pagave, për arsimin Jo, me shumë përzi, universitar. do kupton që hallakatë gjithë procesin nuk ka lidhje fare kjo, vjen në shkruajmë e zezën bardh. Pra, domethënë, kategoria përfituese është numri rreth 30 i punonjësve që janë rojet, punonjësit e shërbimit të arsimit, rojet e shkollave, sepse sanitarët e kanë përfituar. Punonjësit e shërbimit të konvitit dhe të kopshtit. Sanitarët e shkollave të mas e kanë përfituar prej kohësh dhe nuk reflektohet kjo rritje në këtë projekt gënim. Gjithashtu, një tjetër propozim te pika 2 thotë
Kemi disa punonjës që quhen funksione administrative, të cilët sipas VGM-s përkatëse e kanë nga 40 deri në 47.000 lekë pragun. Janë punonjës me shkollë të mesme, por që kryejnë funksione administrative në zyra, kryesisht janë punonjësit e njësive administrative, dhe ne kemi propozuar që kjo rritje të jetë maksimale 47.000 lekë. Zakonisht është trajtuar me 45. Pra thjesht kanë përcjelluar 20.000 lekë më tepër në 20.000 lekë të vjetra, jemi gjithmonë. Një sugjerim i tretë vjen për punonjësin e arkivit protokollit. Ka qenë në numër strukturën e vjetër, sepse unë nuk shohova një detaj, me vendimin numër 13 datë 23/12, viti 2024, në zbatim të ligjit 138, kryetari i bashkisë ka miratuar strukturën për vitin 2025. Të kjo strukturë, siç kanë dhënë votovanat të natyrës, tek relacioni kanë sqaruar që numri total i punonjësve nga 370 që ka qenë në vitin e 2024, me strukturën e re të kryetarit të bashkisë të miratuar vjen në 357. Pra kemi disa shkutime të pozicioneve në administratë për shkak se ne pas disa thirrjeve dështoi procesi i rrugëtimit, pa nuk ishte punonjës të kualifikuar për të përgjigjur kërkesave por punonjës në administratë. Numri total është 357, është reflektuar ky numër edhe në miratimin e buxhetit. Nisur nga kjo, duke qenë se ne për vitin 2024 e kishim parashikuar që arkiva të kishte 2 punonjës protokollit. E shkurtuar me një dhënëndum që në masën 40.000 lekë të vjetra, për natyrë të veçantë punës siç e ka ligji, i bëjmë një shtesë pagë. Pra nga 470 tani, ka qenë masa, e kemi bërë në masën, i kemi shtuar 40.000 lekë të vjetër. Tani kjo do trajtohet një punonjës në shanse të për natyrë të veçantë punën. Këto janë propozimet, numri total i punonjësve që përfitojnë është diku ka rreth 32-33. Efekti financiar tani mund të kemi një lapsus dhe mund ta kemi bangabimin për shkak se ky projekt është shpërfaqur një herë në dhjetor, është shpërfaqur një herë në. Por unë e kam marrë efektin financiar pas të miratimit nga projekti. Po. Pas miratimit. Po, pas miratimit patjetër, pas miratimit. Me pyetje tjetër? E ke pas fondet. Kush është specialist? Mund ta ketë. I kemi miratuar i kemi miratuar në tetorme. Nuk kam sjell. Nuk e kemi sjell para në nivelin e pagave për punonjësit të tjerë. Pas ti vendimi që bati, prindësi që bati, lekta janë më pagu. Patjetër, sepse me e cilësova janë nga fondet deleguar për punonjësit arsimor. Nën vota pro, asë punës me ato dhe të kadrë e rëndit. Atëherë, pika 6 e rëndit s'kene, për miratimin e kriteret të dhenjës e njështë ekonomike duke të përgjurën fondit 36%. Shetë, fjalla bërimë, që si dushka në kërësë, dhe du të janë që kriteret. Qa ka në zhurë, qëfar të në ndorë, qëfar kush i ka sjellë. Ky projekt vendim bën fjalë për të gjitha ato familje të cilat aplikojnë në sistemin e ndihmës ekonomike dhe sipas kritereve këto nuk arrin që të jenë përfituese e fondit të ndihmës ekonomike, prandaj rekomandohet që të përdoret fondi 6% në blok nga sistemi i fiksimit të ndihmës ekonomike. Për këtë arsye, çdo vit do miratohen kriteret bazë që janë për të rekomanduar familjet e tjera që janë përjashtuar nga ky sistem fiksimi. Dhe konkretisht këto kritere janë kryesisht familje që janë varfra, që janë pa të ardhura, me të ardhura pa mjaftueshme, familje që kanë fëmijë në shkollë të Ky ndryshim nuk ka ndonjë ndryshim, sepse unë kam përshtat, sepse ka disa kritere tek vendimi, por unë jam përshtat te ato kritere që na përshtatet ne këtu në qytetin e Pukës, që i shoh çdo ditë që këto familje nuk janë përfituese. Që çdo familje që të jetë aplikuese në sistemin e ndihmës ekonomike, edhe nëse ngelet jashtë këtij sistemi të bankët të trajtimi në fondin 6% ndihmës ekonomike.
Atëherë, Shpreh që vetëm qytet. Klima ekonomike është. Jo, për në total. Do shpreh për qytet se vetëm qytet. Jo, në gjithë flitet për bashkim, jo flitet për bashkim ku njësia bashkim ku përsipozojmë të gjitha njësit. Po shumë kriterë. A nuk mendon që mund të ketë kritere të jashtë që vjen se do të pengesë mund të realizojnë? Po edhe kriteret Paka shumë të gjitha këto kritere janë që... Nuk ka shumë kriteret janë 1, 2, 3, 4. Nuk ka mund tjetër dhe tjetër. Ka një sëri kriterë, Po një sëri, se se ki do ma shumë, por do të kenë se preja shtu dikush tjetër, që mund tjetë... Unë paka shumë të janë kriteret më kryesore. Nëse ka fonde, ka dhe një klauzur, nëse ka fonde të mjaftueshme, mund është në përgjithësinë e bashkisë, me vendosë gjitha kriteret të kjo që kemi për aqiti për projekullim, dhe nga përgjithë i bashkisë mund të vendosë të një fond për trajnim të fondit 6% nisë ekonomike. Por unë të këto edhe eksperiencat e bashkive tjera... Unë e kisha që mi përshqisë sa ma shumë. Po, ashtu po. Por shqirë. Po, e di. Atëherë, ju lutem, kam thënë disa herë dhe sa herë kam qenë edhe ju lutem, koloni shumë në njerëz që da njerëzit po vendosin vetëm për arsye të vendosjes të problemit. Ka një makinë, ato profitojnë, totalisht por nuk e kam vaj sot më shumë njerëzit, komuniteti po humime ekonomike duke mos tregu se çka ka. Duke bë gabime. S'kam ta. Pra, praktika e përditshme që po i shoh, unë ju vi njerëzve telefonit me 10 herë për punën e tyre, por e shoh një mos interesim të ato vinë, paraqiten më para vinë në entitet se më shmangin nga skema njësë ekonomike për këtë arsye, por faktor kryesor janë vetë persona se i shoh ka një mos interesim të jashtëzakonshëm. Dhe ne disa herë vim telefonit, hajde deklaroj pagën. Unë e marrë veç se ka hyrë punë një person, dhe i thamë, hajde deklaroj pagën, po nesër, pas nesër, sistemi hapet të datë një dhe mërë të datë 10. Pas datë 10 nuk mund bënë asnjë ndryshim. Njerëzit do shikojnë edhe punë të tyre, se mos kujtos se njerëzit nuk janë të nejë vetëm me kërkime ekonomike, me 20.000 lekë, janë shpërndarë dhe se arrim një kopë gjeta. Pastaj kur ngecin klasë, shkojnë të kryetarit, të ministrit, të kryetari i këshillit. Por unë i kam vure që gjithë administratorët unë i përgëzoj për punën e tyre sepse janë shumë të angazhuar, kanë shumë vështirësi, se këtu janë familje me nevojë, janë familje të papërgjeshme, janë familje me aftësi të kufizuar. Ne jemi mundur me u përmoj, besoj se inshallah nuk ka shumë ankesë, në këtë drejtim unë përflas për pjesën e PUK-s, unë kam rrit numrin e familjeve nga nima ekonomike që përfituesin nga nima ekonomike. Dhe nuk kam njështë, për arsyet e mija do nuk kanë ashtë të shpenere. Po, be. Problemi që dhe më të këta familje të 6%, që me që tuti, të një shperuja të dane, kur vite. Se problemi kryesor se njështë të në friksu për këtë. Njështë kanë marrë një të rritën, si me të në ty, se dhima ekonomike nuk përfitohet, pak ta. Du të me ek makine, du të me ek motore, du të me ek këta, du të me ek këta. Asnjëherë nuk është pra. Pra ne si punuesi, si punon të këzyre, duhet të punojmë me qytetarin. Dhe qytetari pas një avo, me thonë se nuk fitot ndihma ekonomike, se ke filluar punë me 200.000 lekë, një minutë, marrë, shumë ndihma. Se kjo puna aty në puna është bërë tepër me presion aty kupton. Se nuk fitot ndihma ekonomike se ke motor, nuk fitot ndihma ekonomike se ke makinë, ashtu me të dyshim. Jenë bërë gjëra sikur njerëzit kanë marrë free marketing me aplikuar. Problemi është se aty duhet një ushqim, mos ke free, hajde në zoni apliko, ti morë. Ne këtu jena, problemi ekonomike me shumë durën, duma e nëse duma ditë, jo, pa dallim, se ka ardhur, se më ka voton dhe se kush është ai. Na tira interesojnë qytetarët e PUK-s. Qelës, klubit të radhit të marrin lekë të ndihmë ekonomike, kush ti për t'ia marrë? Ne ju bëjmë qartë në çdo moment se hajde deklaro. Çdo gjë, hajde deklaro. Po problemi është se këtu problemi është bëu apo se problemi ka. Nëse ju deklaroni shumë buere. Problemi që jam këtu, problemi që kur e blej makinën, marr të tjetrin vajzë dhe nuk tregon. Sa është numri total? Do shkruaj aty, dita që ti primit. Nuk hapet. Ti e për një minutë, ti personi zgjedhën. Ti personi që do të thotë që ti ke marrë përsipër këtë. Ti personi që do të më shpjegoj njerëz se nuk e di, se do të dallon nuk e di. Se do të pse jam autobus në shitëm në. Jo se ti kujt. Pa ka çfarë.
problemi është këtu. Mi sërush të tonë, jo moti, me mora të smoni të bashkë, pa të me mënë. Në çdo moment. Se ne nuk i do të jesë këtë fare. Nga, masi... Po persona shtu të thuj, persona shtu, ma do, Po, po si çdo pushtoj, nga 1 nga 2. Sa është me Sa për djeni? Nga 6%, por jo 26 shkon numri i persona në total është 300. 290, 300. 298. Ne kemi nevojë si ti tash të sa më. Por ose edhe po ti të shkon të dy, varet se sa persona Jo pa qëllim thash se sa më shumë ta shpjegojmë ose të bëjmë që mos ta humbasim rritet edhe masa 6%. Po. Sa më shumë përfitojmë, mirë, aq më shumë rritet masa 6%. Atëherë, Brenda ligjit, Po shumë punësim, e tonë janë nga muj po punësim, është një gjë shumë e bukur, çdo njësi vendore ka disa reklamë. Për ashtë morë informacion, janë njësoj, ko Performanca on top. Por 100%. Bravo. Vetëm si cili du të mirë. por politika të shtetit janë që njerëzit të Kur mësojnë. të rjesë të preferoje. Do të shoh se përsëritet e dy herë. Pas Njerëzit po të ishin ma shkollë, sa po të nuk do përfundojnë tek një ekonomike. Ma sa garbë njerëzit. Problemi mirë ne ofruam ata njerëz. Ata si kanë mundësi nuk e din, ofrojnë jo. Para bani në pyetje sa është numri total i personave, sa është numri total i personave që janë Politika është ja edhe dhe la dhe jetë lumë. Pra ne të pyta tash sa është numri total i personave që janë. Kur të pyta sa është numri total i të tjerë që do ta bëhet edhe numrin e telefonit. Atëherë se kurrë ku shkon, ku vjen, ku bën sa familje ka. Ka të po të da kontaktosh në që nuk të pjosi shkën 30 familje të arma, se nuk të shkën 110 mana mujt me 30 familje, se nuk pasë si të shkën që në kohën. As ti me fmitu, s'le të ma shumë se flasën me këto. Është problemi se nuk si sa të ti nuk ka probleme për fare. Se ne nuk flasim biset kohë. Hadi një dy ditë të ratë të unë, po dhe sa të jashtë të me sa të rushë shumë që e kemi më shumë. Po pra ne të të shtetë me në vijë, po me qeni të rushë më dhe se pa ne të korë, pa ne të një në rogë. Hadi po i një pojnë. Po la vje me radhë la vje. Atë një në si herës një të që dhe për në investim që jenë punë. Po ata jetë më dhe mërshë, dhe bravo. A edhe mos i leja këtë pjesë. Të pamë që ka ata. Gati, nën vota prap, sa vota. Përsi me Asnjë punë. sa për informacion. Me fondin shqiptar zhvillimit, Bashkia Fu ka përfitu bazën materialit të pune për nevoja në shërbimet publike. Pra, fondin shqiptar i zhvillimit, në përmjet aplikimit që ka ba Bashkia Fu, ka përfitu 1.400.000 lekë të vjetra, bazë materiale për sektorin e shërbimit. Ku përfshihet? Në iqim rrugor, me shtylla, me drita, kabull, ka përfitu qement, ka përfitu rjeta, Sa ishte vlera për... me kanë Pa, nuk e di se sa... miliarda. Ka përfitu Tombino, Kosha, edhe për shtylla, po edhe Kosha, Ne në vitin në edhe të tjera, që ata janë aty, pra njësë diçka pozitive, pak me dhe ata, ne do t'jena të angazhumë struktura pushtetit vendore e bashkisë, me këshillin, me kryetar fshatrash, me tanë që ne t'i vendosim ata në vendin ku edhe ta kuptojmë që bazën materiale e kemi përfitu për e tyne, hapën e pusë do t'a bëjë bashkia. Do të thotë me punojësit e që mos kish kuptat në ku shkojnë edhe të punojë. Pra, do t'jena gjithë shka do t'vjen këtu, magazinohet, edhe të shkojnë dhe për të kja aty ku është ma domosdoshme nga të punu me urbanistike, dita me edhe me strukturat në për njësit vendore, që ne t'i vendohet aty ku. Kjo është një haber i mirë, sepse e domosdoshme ka qenë edhe. Shqipëria është punë normal. Vazhde,
Në kena bëjmë partitë marrë shkipë. Pika Shqipëria është punë. Kujtoj që Shqipëria është punë. Po Shqipëria. Barriera ka thënë disha? Ne po të bisedë na po bëjmë. Që është vërtet për Jam lidhur. Në 100% të atyre që i publikojnë në Shqipëri, deri tash 49% janë opozita. Po me pak Po mos i kemi ata Pra të shumë të shtamë diasporë. edhe me pavuj saksa, edhe mori përfitojnë për e nëzjemë. Ti të vetë që të falë Shqipëri shqiptore. Jo, nuk e kuptoj. Do të janë Shqipëri. Jo, po nuk janë opozitarë. Se po do të falenderojmë kujtorin për këtë hapër ka shumë. Shqipëri që i ka avon. Edhe Shqipëri, se Ka avon, normalisht. i ka vërdu fundi. Sot i kujtohet, i këshillit. Ne si këshillit bashkë janë në linjën drejta, të rishikojmë buzetin. Pse them të rishikojmë buzetin? Të rishikojmë buzetin dhe të gjitha ato shpenzime që ne kemi planifikuar, mjedimin e buzetit për shpenzime publike, mund të shojmë në linjën tjetër. Me qenë që kërja morë, shu si ne pojmë bërje zyrës financë, që të rishikojnë buzetin, dhe të abim dhe veturin shpenzimet për shërbimet publike. Dhe se këta këtë profesor financë. Okej, po. Po s'është politike kjo, s'është Qoftë se gra. Po pse duket politike ty? Po se politike. Jo thonë, rrinane buxhetin. Në rishqimin e buxhetit nëse na kena mbi vendosja. Sepse na s'u bëjnë një punë, me thënë kena Ne kena planifikuar një buzet të rëndësishëm në përshërbimet publike dhe për infrastrukturë në rrugë reale. Duke qenë se puna Ki shumë mirë folë, po të thëmë falendu Shqipëri shqiptore për fondin që ka dhënë. tjetër kena përfitu për fondin shqiptar qëllimit. Shumë mirë se në përshërbimet. Shumë mirë. Me asfaltu, një qytetit Në bonë për e shqiptore, kemi të nga rotonda drejt e shkolla mesme. shqiptore, bonë kemi të Në bat, dalli florë. Ishte për informacion që mos e me të patë dhe Ti Shqipëri shqiptore dhe të me në falendu. danë breaking news. Shqipëri shqiptore dhe të me falendu. Shërbimi. Pika 7 e religjit. Pika 7 e religjit vajza. Për vendimin shtesër, vendimit të Këshillit Bashkiak, numër 64, do atë 27 diplomatit për miratimin e buxhetit të vitit 2025, dhe programit të buxhetit afat mesin 2025-2027. Të digjeja, kene që kush kanë e këtë njëherë, pa ashtë nështë të shkone në vojnë atë shërun? Dje është bërë në Komisioni Ekonomisë. Po, e këna kalu në Komisioni Ekonomisë. Kene këtë këtan? Esë? Në të po shpërdojnë, në skubë, dhe një së të shpërdojnë, A kena gjarë në qatë? Pas ku shumë bëjë, pra ne tash në tim ke e unë i bëjtire zyrës buxhetit të rishikojnë të rishikojnë sepse ka planifiku vlera dora për shërbimet publike, duke qenë se kujtore ka pasa thirrni fond jashtë zakonshëm për. Po pasi të era më vështirësi që kena. Jo, mora me shumë të thati turbina, vega, kozë, valopon, ato ka vega për shërbimet publike, të tjetër shtylla, kobla, drita, Se jo. Prosim. Përfitosh atë, ç'është ti nga fondet e bashkisë për shërbimin? Një mlajtë të rutina i kena në, një po. Në që për shumë, da kena mështu, që ose kena bërë që me, kena marë që me dhe në falas, ne kena mështu që janë ata, që do të me i blena, apo asa ma reale, i blena duhet shumë gjama, se për me po atë duhet edhe një pedonire, duhet edhe njete, pra mos të merë ju, se nuk është që me, dhe merë hema të në lopë, apo që për ku të banë ata një projekte.
Unë ju provova, ju se kina lektora, se lek s'ka dalin, unë ju thëmë, bugjeti i bashkisë punë, s'ka hanë ata kopshi zoologjik i bashkisë Tiranë. Për i ditë. Asha Nuk të në bashkëqa darë për qa për qytetin e Bukës, për drita, jo për qytetin. Ato do t'i planifikojmë edhe në për fshatëra. Do të nishojmë që bide rrugën s'ka po kërkes për një Rrugën nga fona të njërë të s'farë zotë. 3 vende, ja. po mbyllin 2 vite mandat një padron s'ka rohera. Tjetër gjallë, brenda 15 ditëve do të bëjmë një kërkes, një kërkes. Do shpalosim projektin e lidhjes 2 liçeneve. Okej. Me video projektor, se e kena ka Shpëndova pasin një herë. Shpëndova pasin shumë bukur. se marrësh atë. Ja, po ka. A se marrësh? Se marrësh. Pas se marrësh, ne të mëru më kohë, ne se marrësh. Të bëjmë për neshën, sa është. Në shumë për neshën. Numër 5. Okej. Në s'kom, ne më të marrë, se zhvillove më së shumë për neshën, ne të më dhe. Që hillë, që se rëzën me njesh, se s'ki pare i sa të pra. Kryedori kom shumë për neshën. A herë Loj. Atëherë, tek të tjera, kena ta kërkesa dhe pola që kërkohet kujdori, vjen nga arkë kujdor, për të cilën një shkres nga këshilli, duhet dim për gjitha këto pyetje që janë në përdërim, çfarë bëmë? Çfarë do bëjmë aty? Ka një solucion, a do të na bëjë një solucion? Po i dam? Të bëjmë? Informacion. Ashtë kush që ka në kush para artë, këto që këna në net, sa do zgjasë që kjo poha e mujnë me panele dhe në qofë që këna dhanë, edhe këto në se gjithë informacion të detajit. E pojë për njërë nga ashtë, për sa për informacion, për e thamë këtë. Pjesë e një e tyre, për mu, është pozitive se nga kina ndronë pak risimet kalumës. Ta shima, ato që jo vim na, i thojnë pagu një herë lek, jo ma të formën e kalume, që i janë që të përllat jetë, edhe do të filloj punën, do të filloj pagesën në moment kur filloj punën. Kurse ne kena përndërsh. Shto mundësi që i kena nga me investu në tyje, apo me marë pronat bashkisë, e pora punës, më e në 30 ditëve, u lidhë të ndravet, du të përdu tarifa. Edhe kjo, ne e kena ba ashtë një. Pa. Nuk ka rritë Tashi, herë tjetër, pane, ju apë një informacion detaju. Për, pa mëra. Tek të tjera kena disa kërkesa. Një nga ato që konon të Nëse nga po. kena kërkesa, një fjallë kena kërkesa. Njësi administrativë gjeshën, të kryesi afari gjeshën. Po është po një lidhe dhe duhet të kërkojnë për zhërimin e varezeve të gjeshën. Dhe ne dhe rëndë si detyrë të bashkisë, dojnë një punët, Qarë do thëjë, pak kërkesë të tjepo, shumë. Në pojë kërkesë për me zhanu varezet në bashkë bisedim edhe me fshatarët edhe me kërësinë e fshatit. Me zhanu varezet, me zhanu i këto edhe ma bërë. Ki është e to? Ajo është na jena në koncentri me e me qytë për në bërë, se në bërë anë hartë kryjeva e vazhë kufi, nuk e timi ajo nuk e kryjës për të të kryjës e njërës. Ne dëshirë që shojmë përvajsë në sektor, të shohim, apo në një vana për në sektor, dhe sa në shtetërojë do operojmë shpejt. Sa të do një farë për që në mos shtetërojë, ne nga të halë të të bashkia që... Projekt private ka zhjetë në vetë privatisht. Nuk kena Okej, ne jam në mundësi me fatrova me gjana që janë mundshme për me bate, edhe që usa që të mëzosh në këtë dita ashtu, edhe me ata që vendit që do të marrim me lej gjatë që
duhet për me I bërë në thema, që nuk e nisi qatë. Me ashtu. Jo pra dy, po gjithmonë. Na visst är det nu vi måste nationellt över sätt nu på sig som får. Då så att på en promessa nu måste vara vi I det så att det är det med för kvar för Shqipto kanë bëhet të gjesën. Totalisht, të gjesën të kike e ka fu. Ka përsia, po të shqipë, licencë zyrtare fshatit, ka përsi kërkesë, që I partisë do të Do të jema mund se shkot aty tash, edhe I fut edhe pak përbërtime se. Ja. Ja kërkesa kryetare përdesha ka vetë lexoj kërkesën do të bëjnë me varresa. Nuk ka të bëjnë as të turbina se shumë, as të skupa, as të lejta. Ska qërë për da. Nuk ka lidhje të bashkisë, te urbanistikës, njësi zvenor atje. Po të shofin. Ti e the ti shoh. Unë jam dakord edhe mas si të marrë fushata, si të thënë. Vesh ta do me marrë vetë bash edhe të bëhet. Ajo është do bëhet vetëm punë që janë te miratuar bashkisë. Sa vizin. Dakord. Edhe një gjatë zellë. Po, në grup ekstrem. Patjetër. Bana me të grupun e ke. Në grup, po, do I bëjmë. Pro ke kështu, Ko lidhje me politikën e së Ose ti do të biznesë se Po lidhje, do të shumërisë dy. Atëherë, në këtë kohën që jemi edhe në fushat elektorale, bashkia du të merë në pjesën e toks, ashtë në shtet, ashtë privat, në gjeri dokument që shkuna të nga këtojnë që të punë edhe në Shkodër, përfektur se përse batë, po se fatë zësim juridike, dhe grupin e punë që po ndërtym ndoshtë edhe sot. Varrezët kërkojnë zërin, nëse kërkojnë zërin edhe nëse ka duk private dhe ka përshënduar për shkollëzim publik. Dhe nëse është do shtet se mund ta bëjmë për zërin e kësaj. Ndërkohë, ai këtë bashkë të kanë ne do grupi poshtë shkollëtar me administrator, me shëntar, me grupa përgjithshme që të shkojnë me verifiku. Punën e rrugë, para e vërtetë. S'ka lidhje, është lidhje me mashtrim. Kujtore me leje, një sekund. Të shikë, një minutë për shtetin financiare. Një minutë. Ti e do të shkruaj shtetin financiare të do të shkruaj. Me leje kujtore, vetëm një sekund. Me leje kujtore, një minutë. Shkoj më ikën atë në. Më shku ose di bes, më shku në të duri ujë ti balon. I bëu vetë një minutë. Tash, të morë. Më shku ne, më shku atje me bëu verifikime të terrenit, kur e liko, zënia është kujtore fshatit, që ka besuar zënia tonë fshati ka bërë fjalë. Ko antarë e vetë, një minutë. Po ku ne përë në këtë minutë? Zënia ko antarë e kësis, ka nërë një mëllim atje, që ka pru këtu, me tiru me vull, për me vazhdu, me po kërkesë punë. Dhe nena, o mi do, drejtë është në nena, dhe sa të karë të për ti, me këtë punë, këtë vazhdojnë punë për një për zëni. Kjo është në mjemi. Shpu këna, me shku të shkëve të shku, në zezën, si ku kanë më bëhta. Ka punit të zënia me qytetarët e në, me grupin e punë që ka vetë në, ma antarë të kësis. Unë jam dakord veç të hapet si procedurë. O ti zëni, ti aktivon një minutë ako. O le, aktivon me një, ti aktivon një të një. Aktivon një një. O ne në të shkjetë një mitë nëse morë për ty. Grupë punë e kishë për e në të Gëna me shlikë në Grupi punë që joni ka 3 punë këmë grupin e punë. Ti ka punë të mimi. Shpunë me në grupë punë. Kuj përshë punë. Atëherë, ne dhe elam dorë dhe me dhe është për në ngritë I grupë punë e kujtare. Dhe me dhe është të përmështu me hinë me... Atëherë, ma falë, ata u jam I sugjerua, me qenë se edhe ju është mirë. Këtë mirë, se edhe kur vjetë të më shirë, e dhim se e kena bëhat pra, si bëni këtë komisionët, miratimin e projekte dhe këtu. Ne kena me të hamë të 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 mëgjegjë, gjurë të një bëhat, mëgjegjë dhe gjithë konë, me gjithë informat, por ne jena dhe në të bëni I komisionët. Si ta menosh, do futë të kujtarët e fshatra dhe administratorë, si të dhe për kujtëm, ne dhe në me gjithë benin për varreze të reja në punë. Sepse ato varreze janë mbyllje, sipër tash. Kisha sa ma gjatë
Jetë, kur që ka njëra për në destinacion, po. Që është e vërteta. Tash aty Po harrum se pritani ka ardhur. Dhe kush kanë qenë? po ajo do të thotë ky komision jetë edhe për në puk tash, sepse duhet vëllezër të reagojnë. Ne do japim sugjerimet tona sepse duhet aty ku mos vlen këto. Propozim konkret. Për punë të pakës, si të shumë e baba. Një kërkesë të propozim kryetare. Vëllezërit e PUK-s kanë nevojë kudo për rivajimin. E për vëllezër. Po, kanë vetëm në atë zonë. Kanë nevojë të mirë të me një komision, që të jetë për këtë problematika. Ka nevojë vëllezërit e kuashit me vëllezërit më të vjetra po thjesht edhe Ballkan këtu. Atë se komision i makinë, shkoj makinat turpi i zotit taksi se nuk ke komision i makinë e përshta. Për me hadë njerë dhe rëmoni një shekë. Pra, a një ku nuk prish punë, Për kanë mundësi edhe një Dhe të ma tjetër në Balkan janë, u ma tjetër po dytat, u për dytat kanë besat, kanë joharës, po të thonë, janë 1.200 vjeqare. Po të thëmë, aty janë 10 shkatra që kanë tasë adhe, mërë me shko se bëjnë i vogël, bëjnë i madhe, mërë kanë i varën, mësurde, kimeze, dëme, keqë aty janë kërë ti për një rësët. Tani do të thënë na mos të vjeme në huët ujti, se ujti pasë për vetë shkërë për të peri ujti pëjti. Nëse problemi dhe Shqetë, ati për, ati është shumë i kullajt, ati e vërës e gjenjerit për të bërë një investim, sepse ati është farë zote, ka farë zote, është nësant nga a fush. Njeni do përshëndetje. Ma fush. Edhe është shumë kullajt, vetë problemi është për të, është të kështet, ato privat. Për me të privat, ato në merë në shërru. Të kështet, për që ta për pjore, është të zëshme. Por që të që në ripë një shetë tjetër. Me që njëra ka ardhe i fond e 5 milionë që të ka dhe, do la 5 sigur, jo, në të po 5 sigur. Unë me reka e të vej që atë në gjose në mërë, atë vorë, atë të jaresh, ne kemi nevoj për shumë gjana, në zonë të zorë, në qepë, halën, ne kemi nevoj për kohët e peshi, në të pa fune, se s'po themi në rëshqi. Kemi nevoj për pasione. Ne të përvej që lutën bashkë me në përgjësi këtu. Koshe të dimëroj për tonë. A me një komision, ne në propositor. Edhe që me me shakre nevoj për investim. Kështë që darë. I lutën një komision. Sa valësi. I lutën të një komision. Nësa përrezët e PUK-s, na kena drejtare, kena të martinele vektare, që të të banë sistemimi, atë fejni që në vëllezëve ekzistuese. Shumë burë. Që janë në hapë, Ku ka punë dhe pra te i kena vërshime dhe qarë, që që... Ne, ma mirë, bëjmë një grupë së dhe Bëjmë një komision, shkojnë një ose të këshëmtar, një në kujtar, do të përfajtës bashkis, një në kujtar, Bari si pashtu, një një grupë komisioni me qenë për me për valezën të fatë dhe kemi nevojë atë Po këta zona që kanë vareza më zëni, që në duhet të komisioni për këtë ku ata kanë pesnit e vetë më zëni. komisioni, zoti Guga, komisioni është, i sekund, Po primër zëni, një minor, po primër se përënër, të morën fjallë, po primër se morën fjallë, o zëni, a i grupë shakë dhe tje, ko për mesu që në vetë morën të zëni. Po shakë kjetë, të ko për mesu, u a në qenë s'ko, zoti Guga, i sekund, aktas mërpur, aktas për se të përpeshe për shkatra, pësërën e tjera për këshin interesa partijale. Kini amë me Se keni fot për share vetë. A bëjmë 5 minuta për sekundë. Ta mund të është komisioni, ose pse një grup që do ma. Është indicje për të marrë masat për me hecë më shumë, me hecë më shpejtë. Kjo është po. Po në të vetë i kalivare, je shefim, Një komision. Nuk është komision më shkullë, ne. Komisioni është
Ti është ti ka nevojë vendi? Po Pse ky plan unë gjejarit nuk i çon kërkesë do të bëj shumë njësi administrative. Vjen këshill mos. I shumë më bravo. I marr direkt i kryetarit. Dakor, ka njësis, vjen dhe qeshë, nuk ka si qeshë. Po prit, unë kam një menim, qeshën, unë besëm një zërë dhe i shtef nuk e di se kam probleme për puna së. Në vene qire ka sa probleme, t'i ku i ka tokën, t'i ku i ka ta, me jam unë krejtë komisionin. Për më gjilëm, për menimin e më nërë dhe rrugë se po fartu me qykë për ti e këne e të ne kështë. Dhe i sët, e di se s'ka, jam marrë vesh, na veç bashkëpunojmë me bashkë të lejda si vjebë, mos shkojmë si ashtë regulli, edhe vetëm qiftë jakosht me në një atë mujë të lamë për për isë, nuk për unë ka një dishtë edhe për të dhe mujë të lamë qiftonë, si më rojë që zhjetë, më rojë që gjëna, ti marrëm gjëna, da për ka bashkë, ta bëjmë i gjëna që edhe si komunitet, cilët të zhvërsotit i qëtë. Unë për vete po që atë di ishte asë në vojë shkë gjëtë. Po, kam. Mësu me hecë me si pas ligjit. Atere, do të me një komision? Po dhe direkt, po nuk ja brendon direkt. Propozon një dorë që si unë komision. Shkoj në shtyra politike dhe të kërë njësina ma Ne komisionet të shkojnë vetë, kujtari kërësive të shfalla të shkojnë vetë të zhjithë. Zhjithë vore dhe avore. Nësa, përsa ta që në të të edhe njerë, unë e thosh, jo ka që unë e thosh, në në qo se harrojnë, për i ka që nga ashtë, nuk i gjatë për e në fundit, si ku jena, pakten, ne do i nërojmë ato dekit tonë, ato njërë shkajnë, në një gorë, po me pasë të motivu, Njërë të akord në kërpja polizitin, një që ka po vendimin, vesh. Për të një pritë që të Qose fshati nuk ka kontradikta dhe to ka shtetëtanëve bashkë nuk ka nevojë hiç më marrë me. Po pra, s'ka ajo as këshilli, as zyra urbanistikës, as bashkia vetë, nëse këta ka një konflikt mrena fshatit nuk mundet me ju atësi sepse ne kena pas probleme tjera të më përpashme, të cilat janë hapë si konflikte dhe nuk e kanë marrë siljen për i bashkisë. Qosi nëse këta e kanë dakordsinë e fshatit, dakordsinë atyne si janë pronër tokës, pjesa ku do zgjerohet, do marrin lejen të urbanistika, masi sjellin këtë dokumentacioni si e vërteton me një qesë publike dhe të vërtetume si nuk kanë probleme, sa këta bën pronësisë dhe vazhdojnë punën si kanë nevojë. Nuk ka nevojë me pas as komision, as diskutim. Po ta thash që kur ishte Kena një ditë prendi se në shumë prendi, kërkjes të shumë. Ate, kena një kërkjes tjene dila, to dila të në prendi kjo. Unë në shkrua dila të në prendi, to të lindure, vitin 1946, 7 në vjeqe banos dhe qytetin e Bukës, të shka vitin dorë. Kam përratë e tim, thënë Tom Nikollë Prendi, kush i tim të gjonë? Kush i Zëri të i konte. Po, a me shkozë. Dhe të mërësi dhe këshillit bashkjak për e shumë Do ta kurtin e këshillit për me shumë me venim këshillit për me shumë të kisha. Të kisha, ja kanë përku një venim këshillit. Një vendim këshillit, shu ka funksionun në të kohë. A e dhe, Kërkon venim këshillit me shumë të votat në Tereza. Sa është të more, Sa ka rëvu? Duke parë kushtet e mija të që nuk që s'ku ka bëjë, parë syje. A me gjithë shkollë maziti. në marë
mendim këshilli e vendim. A ka po kërkesë e asmura apo ky shkitëri? A ka mundësi Jo, e ka bërë kështu, na thy pa po. Ola dire. Shqipru familjar, 87 vjeçë kjo vetë, kur natin e ka 76 vjeç, ka dhe burin 96 vjeç. Aja është vakcin kufizuar, ku nati i kësaj, ka të bëmë agresiv. Edhe nuk ka mundësi që të shërmojsh edhe burin si ka 76 vjeç, edhe veta 72 vjeçë e lodhën, edhe ku natin, atëherë kjo ajo është adresu kishës, dhe kisha ka disa kritere që po të krajë unë me që kisha. Ka disa kritere që duhet të suspend, dhe një kritere është për pratik i kërkesën këshirë familje. Prince ka regulluar nuk e mund dirë. Edhe shprejë ligjore, me një qile. Nuk të se personi këtë. Votim që kjo. Ti vendim këshirë që ti Kisha, se të mendua me përmotim, bindu komunikat kisha, se kisha ka bëjnë për në mafinat e kisha. Një personi që ka bëve, që ka bëve. Projekt për te, që mund bëjt një të shka, për te, ju, si zyrë sociale. Okej, merë me këtë punë sepse për te ju, zyrë sociale. Komuniko me kishën, komuniko dhe me njështë nevojë.
komunikohet dhe nxjerrë një konkluzion. Çfarë do të na sjellja? A merr, a se merr kërkesë. Kena kërkesa tjera, kryetari këshilla. Atëherë, kena dhe një kërkesë ti John Prani, për një rrugë. Na tuaj. Na lexova kërkesën. E kam të TikTok, forma pa hallaj, por s'ta publikoj as diçka. Ledjen, po do të rri mikrofonin ku më shqyrtu. Qoftë më shkëta. Çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka? Atëherë unë John Prani banori fshatit Kalimora në sjetin sektorit tjetër. Bashkia Kupi drejtohet me kërkesat institucioneve tuaja për problemin e rrugës, autotë që lidhë lagjen time, zallë i postën fshati Kalimora në rrugën kryesore. Kërkoj të diskutoj problemin me urgjencë, pasi kam në familje që persona më fizike, nana dhe vllai, të cilët kanë nevojë për teknikë shor, të herë pas herë dhe kanë përshtypje të aspektit të tyre. Ju lutem bëni masa. Nika me gjimë të Se më bëjë kërkesë, është kja shokus me pandër. Me lexojë, po kja është edhe shpirë buda. Ky është një problem Po shina të saktë. a jeni dini? Vazhdon edhe sot. Zotnia me drejt kërkon një rrugë, kërkon një urë, por konflikte sociale kanë bërë deri aty sa që mos mëlla. Kanë bërë përpjekje edhe më përpara, shumë kryetar, edhe tashi janë të interesuar edhe deputet në zonë. Do të thotë se në një moment ja kam thënë se edhe përgjigje nuk ka marrë telefonin pas si është problemi me rrugën. Por ne jena dakord, por me bërë edhe me shpenzimet tona 100%, por problemet janë se ka konflikte sociale. Prona aty kalon në i pronë private, që si mas aty edhe nga nga që shumë probleme. Cilit ka tek prona? Te prona. Jo të ka probleme sociale ka tek prona. Vetëm ajo. Ke pora që është pegesa, i keni kërkuar me marrë certifikat për shinë herë që Ne kemi na kërkuar me thënë drejtën edhe zotnia, se Argjallaj, nuk ka sigura nga e hapu aty sigur nuk kërkuan, por ai ka kërkuar dash për dim. Për tokën. Vlera i shkon bukur shumë. Këtë djallë është një papu kësënia, s'ka bërë kesëm. Shiko, janë Tash brona private në Zotnia dhe këtë rasit të me hapë. Preçësi gjithatë. Megjithatë, A ka rrugë ekziston? megjithatë, unë falë sa për informacion. Megjithatë, ne kena problem në hapjen e rrugëve të reja. Kena shumë problem sepse është një gangren për me marrë leje, për me hapë rrugë në sipërfaqe kryore. Unë jo pa qëllim kam kërkuar që të plani i emergjencave, që vina në 5 bashki pilot, ashtë edhe puka, në 5 bashki, ne me hartu, me të plani i emergjencave, me fut gjitha këto rrugë, që lidhin çadrat në rrugën nacionale, lagjet, shkijat, me i fut aty me i procedur për shpejtuar. Ne jena tu hartu planin, bashkëpunim me Ministrinë dhe Drejtorinë Rregionale, edhe do ta shpresojmë që ta gjejmë zgjidhjen tonë. Për këtë konflikti social atë. Ju mundi me verifiku si doni, edhe ju. Jena shumë transparent, edhe unë shefin, edhe jashtë bashkisë janë natë edhe individualisht, nëse do gjërat i zgjidhen. Okej? si mund si me lodisë si mund zgjidhet ky problem. Sigur e do një qenë, që thotë, si me shku të shtëpia, por unë të re ka një problematikë të vogël, për me marrë leje. Sepse Personi vjen, do të kërkesa do të kam 2 persona në familje të ndarësi profesor. Edhe nëse një familje sot ka 2 persona, pjesëtar familjes, slapsi të profesorëve që janë mësues aktorë. Dhe nuk bënej se mund të pan
shkak problematik, mos hapje me rrugët, një konflikt social që mund të thush ti ka territorina me Prishtinë, nëse shërbet pallati edhe mund të gjem mënyrë evokimi dhe ta nxjerrë presin. Problemi është se si mund të zgjidhet kjo? Pyetja është si mund të zgjidhet. Ajo që mund prek është vetëm kur është si ka dy persona në atë kufizuar. Dhe ne si partia si këshill nuk do të rrim gjumë. Për të zonë bashkisë ne i ndihmojmë. E ja fala zot më mirë se sa unë si njëfë si kushon të, unë shëtë atë mishon dy persone më atësit të vizionë, unë si njëfë si kushon të. Unë personalisht nuk njëfë si kushon. Ajo i shqyshtë në Mosarën, atë të kueru, që se bajnë në Mosarën me që në kujtar komune, edhe zë të bështje ka që në tomë. Po kujtar komune ka që 8 vite në gjegjar. Ashtë punu me bo, asë punë e ka bo. Ka, atë me të menek, konfliktin, mos menën me hapë. Janë persona, te nga nuk e di arsye. Pra, në thënë dhe edhe në është të Google. Aja është një vend djellë. A ka të apio? Të shte zëtnia, se i ka shumë rajonte për të havatë. Ka disa rajonte. Ka dhe mirari më gjatë, ka dhe ma shkurt që të lumin, me jurë, po ishte jura banë bajkit e sepse ashtu kur shka me për lumin e malë. Do pa kur me blera jo, është ja 50 metra, që vjerë ure. E pa shumë bezarë. Deshti, e vetëja ku është njerë me shqipu se është tapi ta shofim të të organistis, ta shofim që është asashtë. Edhe se nëse nuk është, ajo rrugë makine do të hapët, sepse edhe të e do të mjetu e tjetë, kanë halë. Edhe pa qënë të smurë, ishte njëri edhe që ashtë ishte gjallë, të mjetu makine, jo vetëm si sa të smurë, po dojmë që ishte o smurë, zëtë ishte rrugë agjenës. Ishte njëri ju, jo vetëm ati, të mjetu ose dhe e tjetër. Edhe pak shumë, ta ka ndorë shumë e patë të mrestikës për do të morin masa. Sëti, ashtë në tapi, së në tapi. Ka sa të dush tjerë që nuk të lanë se të me jetu ishtë vesh asë me ke vorës lanë, se të të ato gajnë në atje. Rrugë se ka ndorë, për që të lokajnë, duhet morish masa për këtë problemet. Sepse, kemë dy persona më aftësi të kufizohen me një familje, edhe njëherë për ta përse respekt. Nuk e di atina se ti. Duhet morish masa. Sepse me sa të dole të më garojës marë. Edhe një tip këtë tjere kena në raportin e bipunën e këshillit për vitin zimijës dhe vate. Dhe që për disa shumë dy zhjati ka punirë, por asë në punit me raportin e këshillit. Unë njerë ju përndërëj shumë për takimin, për të dhele, jeni tërgu shumë operativ, një kuptushën, me projekte që ka bëha bashkia, një pjesë e bashkisë a jush, normalisht, të dhenime, me gjohë nga gjithë që kemi të shirë. Me këtësi, edhe dy jepë që dhe kaj pia të operativ, por në me i qojë. Kena këtu shëqate që do të të unë që se në nërë, jak i dheje, do një odi për nërë, sa të drënomin të rrë. Që se të rimarë shohin dhe eshe mrava, një më të ndër në shkëzinë të dhe. Që që ju për nërë shumë. Me shëqate, me më shëqate, me shëqate,